Një pyetje këto tri që dëshpron kur janë nisin me fal sefte namazin, imponimi i shejtanit thotë s'ka hajër pi namazit, po e shef vet se sprova ti vinë fillojnë më njëherë dhe dëshpron pi namazit. Po s'ka hajër. Jo, Shill të vogël. I riu kur fillim me namaz, Allah nuk e ka thi atë aklin e fort shejtanit që të thotë unë jam të kënaq me namaz. Se para asaj ndoshta e ka pasën një jetë pak më ndryshe. Qysh më ndryshe? Po me një femën para dreke, me një mazreke, me një në akşam. E kur e ka pas kështu jetën, e kur e nis me namaz, tash namazin veti të largon prej të punëve të cilat janë të liga. Allahu Xhelal thot inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar, me të vërtetë namazi e ndalon personin nga punët e liga. Që sa më tepër ti namaz të bësh, aq më tepër ke më largu prej punëve të liga. Aq më tepër ti nuk bën namaz, aq më tepër ke më ofru punëve të liga. E tash ti je ndërmet asaj edhe kësaj. A kemi shku ka namazi fell, ta thesh aklin, apo kemi metën vetëm me një gjys namazi, edhe të marrë prap shejtani mat rrugën që ka e kanë në pargje dhe gjë. Atëherë çka? Kur njerëz ban mu dëshpëru. Por mbështetju Allahu Xhelal dhe kërko do më thonë në mbrojtje nga aj. Edhe vazhdimisht përsërit e fjallën Audhu billahi minash shaitanir rajim. Kërkoj mbrojtje nga djallin, nga shejtani i mallkum. Se aj ty jetë ban vezvese, ban çyqje. Ban vezvesin gjoksin tënd edhe ta ban me ta dridh. Ta ban që ti mos jesh rahat. Ta ban që edhe gjumin mos ta bash rahat. Ta ban që edhe në gjumë të trishton. Ta ban që edhe në gjumë të vajtojsh. Ta ban që dita të bëhet monotoni. Ta ban që dita të bëhet shumë e keqe, sikur të ne çdo popullu shumë dosavno. Nuk shkon. Mirë po jo. Muslimani në ditët e para, në momentin e parë, në kohën e parë, prej udhëzimit të vet, duhet edhe na me animu pak me smelanën vet. Se ai tash largohet prej një shoqërie, vjen me një shoqëri nisë muslimane, se edhe ato i kena muslimanë, ato në të cilët nuk janë me namaz. I kemi vllazni, i kemi shok, por ato janë pak më devijon, duhet t'ju udhëzojmë. Sikur se u ka bërë sebeb dikush për mua për udhëzimin të, edhe na duhet mu bë sebeb për një udhëzim të dikujna. Por nëse ti tash e ke kuptu udhëzimin, edhe nëse ti e bë sebeb për një kanë që është udhëzuar dhe ja ka nisë mu fal, nuk ban me elon vet. A e kupton namazin rri? Se ai Allah është filis, Allah është taze, Allah me fjalë tjera nuk është me hapa sigurta se mund të shejtoni prap me abot të rrshet edhe me thikamën. Por qëllimi final që mes me dal shumë prej pyetjes që parashtroi vllau, e jona është që të mbështetemi Allahun Xhelal edhe sa më tepër të bëjmë lutje. Lutje kur lutjet tona Zoti 100% i pranon në ato kohra të cilat janë të caktuara. Për namazin nëse ti vazhdon dhe të vjen vështirë, ti duhesh mu ballafaqu. Se shejtani nuk të lën çato 5 minuta që je i koncentruar. Ai për herë mundohet kohën me ta marr, e sidomos kur ti bë sejdë Allahit, çatëra ai plas. E për me plas na ke shejtan, sa më tepër të bëjmë sejdë, nëse dojna të shpëtojmë këtë dunjë dhe nëse dojmë të shpëtojmë edhe në ditën e Kiametit, ku do dalim para Allahut Xhelal. Allah i shpërblet.